dredhanik ose rethanik. Thueni si të doni, si e thoni nga zona juaj, neve e themi dredhanik, se është dredha, edhe po e përgatit kush tjetër, motra ime, se unë nuk di të bëj pete, kemi thënë këtë, nuk është turp jo, fare turp, edhe sidomos në 2025 që jetojmë, që thoni o njerëz të dashur dhe të bukur, du themi qiku në hallin tim tani që kam, ka me mira peta të gatshme që mund t'i blesh, edhe të bësh byrekun, që kështu s'kem se t'na vi turp neve që nuk dim të bëjmë byrek, as mos i çani kokën fare. Tani, kjo motra ime me që di të bëj pete dhe po hap petët, kur të shkoj dhe unë do më bësh edhe mua eva një dredhanike, se sa doj që të ashtu, të mirat janë ato që i blejmë të gatshme, po nuk kanë këto shien që t'i bësh në shtëpi, të bësh të bijë në rëmujë, të mbushet me miell anë mbanë, edhe kështu që thoni, i mblodhi të gjitha petët, i bëri, me se ishte me gjizë e bëri këtë dredhanike, me gjizë, e pa tani në video, se unë mora një qik me muhabete dhe nuk a shpjegova të gjithë, po mund të shikoni se e bëri të gjithë me radhë Eva, edhe mund të shikoni se si doli. Doli perfekt, që të kisha një copë tani, o zot, a i mesi më pëlqen mua që është ashtu, plot me djathë, edhe me gjizë. Ciao, ciao!